qartë dhe me Për veten time, jam bashkuar me këta të rinj që në momentin që u ngritën për pensionistët që si zinte kush në gojë. Prindrit tim kanë vdekur të dy me 100. Po flas me të reja se kështu flet kryeministri, faktikisht me 10.000 lekë pension, me 17.000 lekë pension. Kush i mbajti va? Kush më mban mua sot? Kush do më mbaj nesër? Kush do t'i japi rrugë këtyre të rinjve që po dalin shesheve? Ka ndonjëri ndonjë perspektivë që të ngrej një shtëpi, të hapi një familje, të krijoj një familje? Çfarë mendoni zonjë se nxiti këtë protestë? Sepse në këtë vend unë dhe ju jemi dëshmitare të shumë ngjarjeve të rënda, aferave korruptive nga thuajse të gjitha qeveritë që kanë, pra nga gjithë kryeministrat që kanë qeverisur vendin. Çfarë mendoni që ishte pika kulminante që shpërtheu në këtë protestë masive, duhet parë ditën e sotme, po paktën e ditës djeshme ishte jashtëzakonisht e madhe. Po, tani mua që më nxiti, mendoj se kanë nxitur të gjithë njerëzit. Kur kam parë protestën që është bërë në Zvërnec dhe është trequr ai person Svar, më duk sikur isha unë. Dhe ka qenë një lemeri dhe gjithë njerëzve besoj se kështu i është dukur. Në një moment dhe mua mund të më kapte dikush kështu, dikush mund të kapte dhe atë të ri. Dhe kur s'ka një shtet që mua të më shpëtoj, ç'a do bënte kjo rini? Ju duk se cilit sikur ishte në vend të tij. Dhe një djalë me megafon i thoshte, dhe bile ishte i lvizjes bashk, ai Emiliano, dhe i thoshte policit, ore, shikoje ç'a po bën, e troqën njeriu në Zvar, të lutem ndihmoje, hajde në polici, ore vi unë në polici, thoshte, hajde në komisariat, i thoshte polici këtij, që i tregonte policit, që shiko po treqen njeriu në Zvar. Mendoni që ngjarja e Zvërnecit ishte pikërisht ngjarja që e mbushi kupën apo jo dhe e derdhi? Ta mbaroj arsyetimin. Dhe në moment kur ky person i thot ndihmo atë, ky i thot hajde ti në komisariat. Ore unë do vi në komisariat, po shkoni ndihmoni atë person. Dhe të gjitha ata persona me maska kanë qelluar, kanë hedhur gaz lotësill, nuk e di, mbi policinë. Kur policia po vritet vetë, mua ç'a do më ndodhi va? Dhe kjo ishte ajo që mbushi kupën. Jo se si dim të gjitha, po rinja në për kafene, në për këto që unë i kërkoj falje se deri djetë kam thënë eshe kafeneve, po jo, ja ku është rinia. Rinia që nga këtu dhe ne nuk e kemi parë. Dhe ata këtë donin. Një pikuj, e mbushi godën dhe i nxori në shesh. Se e pan vete në vend të atij personi. Po sa